është fajtor. Trupi gjykues shqipton dënim unik në kozgjatje prej 24 vite burgim. Është dënuar me 24 vite burg Jetmir Sinani, i akuzuar për vrasjen e dy fish që kishte ndodhur në Vështren në vitin 2023. Sinani nga prokuria themelore e Mitrovicës akuzohej për vrasjen e Lori Domosliut dhe Fatos Zenunit, ndërsa sot në gjykatën themelore të Mitrovicës është shpallur vendimi. Pas mbajtjes përkatësisht përfundimit të shqyrtimit gjyqësor, trupi gjykues në emër të popullit ndaj të akuzuarit Jetmir Sinani, me të dhëna sikurse në shkresat e lëndës, bjen këtë aktgjykim. I panderi Jetmir Sinani për veprën penale vrasje e rënd nga neni 173 par 9 par 1.5 dhe 1.11 është fajtor. Trupi gjykues i cakton dënim me burgim në kozgjatje prej 23 vite për veprën e dytë penale, mbajtjen pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, gjithashtu shpallët fajtor i cakton dënim me burgim në kozgjatje prej 18 muaj apo 1 vit e gjysmë. Në kuptim të nenit 76. Trupi gjykues shqipton dënim unik në kozgjatje prej 24 vite burgim, i cili dënim ekzekutohet pasi vendimit bëhet i formës prerë. Avokatë shkurtimisht janë ngrit 2 pretendime në këtë rast për tronditet fort mendore si dhe për mbrojtjet nevojshme dhe në gjykimi ka qenë publik. Sa i përket pretendimit për tronditet fort mendore, gjykata ka në përfundim që nuk ka. Kjo duke u bazuar kryesisht në ekspertizën e ekspertës psikiatre, doktoreshës Valbon, e cila në mënyrë të qartë, besueshme plotësisht, në mënyrë profesionale ka sqaruar se nuk ka tronditet tek përkatësisht, nuk ka pasur tronditet fort tek i panderi në ditën kritike. Për më tepër, ky ka qenë pretendim edhe ankimor në ankesën tuaj. As gjykata apelet nuk ka vlerësuar se duhet bërë reekzaminim apo rivlerësim të këtij instituti përkatësisht të tronditjes fort mendore. Sa i përket mbrojtjes së nevojshme, trupi gjykues ka vlerësuar të gjitha rrethanat e rastit, nuk është kontestuese se ditën kritike ka ndodhur një poleshje, një rraje, nuk është kontestuese se i panderi dhe shokët e tij janë sulmuar ditën kritike në lagjen e tij, ku ka psuar edhe lëndimet lehta trupore, por trupi gjykues ka ardhur në përfundim se në këtë rast, një prej elementeve të mbrojtjes nevojshme është që sulmi duhet jetë në vazhdim e sipër. Në këtë rast, sipas dëshmitarëve edhe prova materiale, sulmi ka pushu. Të dy dëshmitarët, ditën edhe në rikonstruim, edhe në gjykim 2 herë, kanë deklaruar që në momenti kur i ndjeri Fatos e ka drejtuar armën, është kthyer në vendin e tij dhe vetura ka qenë në lëvizje sipër, që nuk kupton që sulmi nga ana e panderit është ndërmarrë pasi që ka përfunduar sulmi prej në këtë rast viktimës.